Meksika ka dislokuar 10.000 trupa ushtarake për të vënë në kontroll situatën e shkaktuar nga përleshjet mes bandave të drogës dhe policisë pas vrasjes së kreut të kartelit të kokainës Nemesio El Mencho Oseguera. Lajmi për vdekjen e tij shkaktoi dhunë me anëtarët e kartelit që bllokuan rrugët në 20 shtete dhe dogjen automjete dhe biznese. Gjatë përleshjeve të paktën 27 anëtar të forcave të sigurisë, 46 të dyshuar si kriminal dhe një civil u vran, raportuan autoritetet meksikane. Një arratisje nga burgu në Jalisco pa të paktën 23 persona të arratiseshin kur burgu i tyre u sulmua me një breshëri të shtënash nga grupet kriminale, sipas sekretarit të sigurisë së shtetit. Banorët e friksuar u fshehen dhe turistët u strehuan në hotelet e tyre, ndërsa anëtarët e kartelit vazhduan të shkataronin gjithçka për vrasjen e liderit të tyre. Në kryeqytetin e shtetit të Jaliscos, Guadalajara, shkollat mbetën të mbyllura dhe shumica e transportit publik u pezullua. Rradh të mëdha u formuan jashtë dyqaneve të vogla që mbetën të hapura. Dhuna e fundjavës përfshiu edhe qytetin turistik të Puerto Vallarta, i njohur për turistët amerikanë. Paralajmërime udhëtimi nga Britania, Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara u lëshuan si pasojë e kësaj. 10 fluturime amerikane dhe kanadeze u anulluan drejt Meksikës. Trazirat e fundit në Meksik janë përhapur dhe në qytete ku në qershor do të zhvillohet Kupa e Botës në futboll, duke rrezikuar seriozisht organizimin e ndeshjeve.